Nuk e di si përfundova aty. U gjenda pa pritur në mes të një pylli të dendur, i errët, i heshtur. Rruga ishte zhdukur dhe ajri më rëndonte në gjoks. Ndihesha e humbur, por edhe e shtyrë për të vazhduar. Teksa ecja përpara, pash një portë të madhe, e ftohtë, e rëndë, dhe mbi të ishin gdhendur fjalët. Lini shpresat, ju që hyni. Unë dala. E dija çfarë do të thoshte kjo portë, por zgjodha të përballesha, sepse e dija që isha vetëm një vizitore. Në mendje më erdhi Dante Alighieri dhe hapa hapin përpara. Hapi i parë më çoi në limbo. Nuk kishte britma, as dhimbje, vetëm fytyra të qeta, por bosh. Shpirtra që nuk bën të keqen, por as nuk zgjodhen të mirën. Një qetësi që të lë pa frymë. Mëtej, gjithçka u mbush me erëra të forta. Shpirtra që sillen pa pushim, si gjethe pa drejtim. Këta janë ata që dikur u udhëhoqën nga pasioni. Tani, pasioni i tyre i udhëheq përjetësisht. Toka u kthye në baltë, shiu binte pandales, shpirtra të shtrirë, të rënduar, të lodhur. Ata që nuk dinin të ndaleshin, tani ishin të zhytur në teprimin e tyre. Pash njerëz që shtynin pesha të rënda, rrotulloheshin pa fund, të lidhur pas asaj që adhuruan më shumë, pasurisë. Tani, ajo i mbante të bllokuar. Uji ishte i errët dhe i trazuar. Disa shpirtra luftonin pa pushim. Të tjerë ishin zhytur në heshtje, duke u mbytur nga mlefi i tyre pa shprehur. Zemërimi gjithmonë gjen mënyrë të gërryej nga brenda. Varre guri të hapura, nxehtësi që vinte nga brenda. Këtu janë ata që mahuan shpirtin. Tani janë të mbyllur përjetësisht në varre, të vetëdijshëm dhe pa rrugdalje. Dhuna kishte shumë forma. Dhunë ndaj të tjerëve, ndaj vetës, ndaj vetë rendit të botës. Çdo veprim kishte lënë gjurmë, dhe këtu, ato gjurmë nuk fshiheshin. Gjithçka u kthye në një labirint, rrugë që dukeshin të sigurta, por të çonin në askund. Shpirtra të lodhur, të humbur, të përkulur. Mashtrimi kishte qenë arma e tyre. Tani ishte burgu i tyre. Pastaj erdhi heshtja, akulli. Gjithçka ishte ngrirë. Fytyra të bllokuara në dhimbje. Tradhtia nuk digjet. Ajo ngrin gjithçka që prek. Dhe pastaj dola. Ajri u bë më i lehtë. Hapat e mi më në fund ishin të lirë. Nuk ndihesha e lumtur, por e lehtësuar, si dikush që sapo kishte parë diçka që nuk harrohet. Faleminderit që e rikthyet këtë udhëtim. Faleminderit që e përjetuat sërish ferrin përmes syve tuaj. Jo për frikë, jo për të merr, por për të kuptuar. Njerëzit kujdesen çdo ditë për pamjen e tyre, për atë që shihet dhe vlerësohet nga të tjerët. Por shpesh harrojnë shpirtin, derisa është vonë. Nëse erdhe deri këtu, do të thotë se pate kurajën të shikosh përtej pamjes. Faleminderit që më ndoqë në këtë udhëtim. Dhe mos harroni mesazhin. Ashtu si kujdeseni për pamjen tuaj, kujdesuni edhe për shpirtin, që të mos përfundoni këtu.